Islam, Dega Shkup ju prezanton emisionin Gjurmëve të dashurit tonë. Gjendja e botës para se të lind profeti sallallahu alaihi wasallam. Në atë kohë botën e sëndonin dy perandori shumë të fuqishme, ajo perse dhe ajo romake. Të dyja këto perandori ishin kolonizuese dhe sëndonin gjithë botën. Padrejtia ishte e përhapur kudo. Taksat në kurriz të popujve ishin tepër të larta. Dallimet dhe përndjekjet racore dhe fetare ishin të pranishme. Pushtetarët dhe pasanikët jetonin në luks të madh, kurse popullsia në vuajtje dhe mjerim të thellë. Të drejta dhe drejtësia nuk ekzistonin. Paria jeton në të mira, qefe dhe argëtime nga më të ndryshmet. Argëtimet kishin arritur deri aty sa që kishin shpikur lojra me të cilat dëfreheshin, ku skleverët luftonin me njëri tjetrin derisa vriteshin. Ja, kjo ishte në vendet romake. Kurse përsa i përket Persisë, dallimet klasore që ishin në atë kohë nuk ishin parë më parë mes njerëzve. Shtresa më e lartë ishte ajo e pushtetarëve. Atë pasonte shtresa e magjistarëve dhe njerëzve të fesë. Pastaj vinte shtresa e popullit të thjeshtë që ishte zhytur në skamje. Kurse përsa i përket Evropës, ajo në këtë periudhë jetonte mes jetën e saj të errët, ku ishte zhytur në varfëri, ignorancë dhe humbje të thellë. Historianët dhe studiuesit pohojnë që gjatë kësaj kohe në Evropë diskutohej nëse gruaja ishte njeri si burrat apo kafsh. Gjithashtu diskutohej nëse ajo kishte shpirt njeriu apo shpirt djalli. A kishte të drejtë të trashëgonte apo jo? Poligamia ishte e përhapur dhe lejohej të martoheshe me sa gra të doje, pasi gruaja ishte e pavlerë. Një nga historianët anglez, Els, thot: bota në gjithë historinë e saj nuk ka përjetuar periudhë më të errët, më të keqe dhe më të pashpresë për të ardhmen se sa shekulli i 6 i erës tonë. Bota në atë kohë ishte paralizuar, kurse Evropa i ngjante më tepër një burrë të fuqishëm e të vdekur, ku foma e të cilit po dekompozohej. Kjo gjendje vazhdoi derisa u shfaq Muhamedi, profeti i muslimanëve. E gjitha kjo na bën të bëjmë një pyetje. Vallë, profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte më vështirë apo e kemi neve sot më vështirë? Sigurisht që profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte më vështirë, pasi ai çdo gjë e filloi nga zeroja. Ne i kemi themelet mbi të cilat mund të ndërtojmë zhvillimin dhe civilizimin. Kjo na bën të shpresojmë fuqishëm që vendet islame do të zhvillohen dhe gjendja e muslimanëve do të përmirësohet. Kur mos u demoralizo dhe të thuash që nuk ja vlen dhe nuk mund të arrihet diçka e tillë. Kujtoje gjendjen në të cilën ndodhej profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili këtë rrugë e filloi i vetëm, por që pas 20 vitesh ndryshoi rrjedhën e historisë mbi tokë.
ata ishin 20 vite të mbushura me planifikim, punë, lodhje dhe sakrificë. A e kuptoni tani ajetin e Kur'anit? E ne të dërguam ty Muhammed vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat. Al-Anbiya 107. Shumë nga librat e historianëve musliman e përshkruajnë gjendjen në Persi dhe Rom si tepër të nderë, të errët dhe të shthurur. Ajo që duam të themi me këtë është se kjo nuk ka qenë gjatë gjithë sundimit të tyre. Pasi po të ishte e vërtet kjo, atëherë si u rritën dhe u zhvilluan këto dy perandori. Pa pasur komponentët e zhvillimit dhe të qytetërimit, nuk do të kishin arritur të bëheshin fuqit më të mëdha të asaj kohe. Ajo që kishte ndodhur ishte se brezat e fundit të këtyre dy perandorive ishin ato që e kishin keqësuar gjendjen e dy shteteve. Gjithashtu, themi se çdo qytetërim ka fillimin dhe fundin e tij, ngjitjen dhe rënjen. Kështu, rënja këtyre dy qytetërimeve ishte në kohën e ngritjes së muslimanëve. Dy perandori të ranë për shkak se mungonte drejtësia, dhe Zoti dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nga shkretëtirat e Mekës me qëllim që të vendos drejtësinë. Pas 1000 vjetësh, civilizimi i muslimanëve ra, pasi ata e humbën shtyllën e qytetërimit, e humbën drejtësinë. Pas rënjes së muslimanëve, ngrihet Evropa duke vënë drejtësinë. Kështu, zhvillimi dhe civilizimi përparojnë me zhvillimin dhe vendosjen në vend të drejtësisë. Me këtë, nuk duam të themi që çdo gjë perëndimore është e mirë dhe ta përvetësojmë. Sigurisht që nuk duam të themi këtë. Qytetërimi perëndimor sot ngrihet në bazë të materializmit absolut, gjë e cila refuzohet në civilizimin islam. Ajo që duam të theksojmë në këto rreshta është se nëse do e shohim civilizimin perëndimor si diçka komplet të errët, me këtë sikur duam të nxisim konflikte me civilizimeve dhe popujt në vend që të i shtyjem drejt zhvillimit, i shtyjem drejt përplasjes dhe shkatrimit. Diçka e tillë do të ishte gabim i madh, pasi ne si musliman e duam zhvillimin dhe civilizimin për të mirën e njerëzimit. Për këtë, në Kur'an nuk gjen një fjalë të vetme e cila nxit konflikte qytetërimesh. Aty do të gjesh gjithmonë fjalë të tilla që tregojnë konkurrencë dhe jo konflikt. Allah i madhërisëm në Kur'an thotë: "Dhe sigur Allahu të mos i mbronte njerëzit me disa prej disa tjerëve, do të shkatërrohej tokë." Al-Bekare 251. Dhe kjo nxitje është konkurrencë. Me sa përmendëm në këto minuta, duam të themi që qëllimi ynë nuk është të shkatrojmë qytetërimin perëndimor, por të ngrejmë dhe të ndërtojmë edhe ne qytetërimin tonë. Gëndëshilli arabik para lindjes së profetit sallallahu alaihi wasallam përbëhej nga fise të cilët ishin në luftë të pandërprerë me njëri tjetrin. Ata jetonin të përçarë në luftëra dhe urrëti. Në luftëra dhe urrëti. Banditët që plaçkitnin karavanët dhe merrnin në robër të rinj dhe fëmijë, duke i shitur në vende të tjera, kishin mbushur rrugët. Padrejtia dhe frika sundonin kudo. Një poet i asaj kohe në disa vargje thekson këtë:
madje nxit për padrejtësi dhe dhunë. Nëse nuk gjejmë tjetër kënd, sulmojmë Bekrin, vëllain ton. Kush nuk sulmon të tjerët, nga të tjerët do të sulmohet. Pra, shihet qartë se reklamohej dhuna dhe keqja. Në atë kohë poezia zinte një rol shumë të rëndësishëm në jetën e tyre. Poezia në atë kohë për nga rëndësia është një lloj si mediat e sotme. Kurse sa i përket gjendjes së fesë, atë e shohim tepër të mirë. Vetë qabja ishte rrethuar nga 360 idhuj të ndryshëm. Donjëherë, kur nuk kishin idhuj të gëdhendur, merrnin një shkëmb në formë katrori, e quanin Zot dhe adhuronin. Madje shpesh herë kur udhëtonin në shkretë të tirë dhe nuk e merrnin dot me vete idhullin, gjatë pushimit merrnin ndonjë gur dhe e quanin në Zotin e tyre dhe adhuronin derisa të ktheheshin në shtëpitë e Zotit tjetër. Një ngjarje e tillë tregohet për Omer bin Khattabin, i cili një herë në udhëtim nuk e kishte marrë idhullin e tij. Nga që nuk kishte gjë tjetër, hurmave që kishte marrë me vete u dha formën e një idhulli dhe filloi të adhuroi si Zot. Më pas e mori uria dhe me që nuk kishte se ç'të haj, filloi të haj Zotin prej hurmave. Kur e pyetën pasi u bë halife, sa nuk kishit mend që bëni diçka të tillë, ai u përgjigj: po, kishim mend, por nuk ishim të udhëzuar. Kurse sa e përket gjendjes së gruas në gadishullin arabik, ajo ishte me të vërtet për t'i qarë halën. Ajo s'kishte asnjë të drejtë të posedojë pasuri apo të drejtë trashëgimie. Jo vetëm që ajo nuk trashëgonte nga pasuria gjë, por ajo vet ishte diçka që trashëgohej. Pra, kur vdiste dikush, edhe gratë me cilat ishte martuar i merrnin të afërmit e të vdekurit si plaçk. Këtu përjashtohen disa gra dhe disa familje në Mekë, si për shembull Khadijja, që u martua më vonë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm kaq, por mes arabëve ishte e përhapur edhe groposja përse gjalli e vajzave, saqë një nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam qante pasi kishte pranuar Islamin, për shkak se kishte groposur të gjallë 7 vajza të tij. Madje ata e prisnin vajzën derisa arrinte moshën 7-8 vjeçare dhe e gropostin. Kjo bëhej me qëllim që ta shfrynin dufin dhe inatin që kishin për vajzat. Madje kur burri dilte nga shtëpia për ta groposur, i thoshte gruas: "Zbukuroje se dua ta marr për vizitë te xhaxhai i saj." Ja, kjo ishte situatë që rrethonte vendin kur erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam. Vallë, si do të kishte vazhduar jeta për ata njerëz pa profetin sallallahu alaihi wasallam? Nëse do të ishe ti o motër në atë shoqëri pa profetin sallallahu alaihi wasallam, vallë, çfarë do të bëje? A ndjen se sa i shtrenjtë duhet të jetë për ty profeti sallallahu alaihi wasallam? E zbukuronte nëna pa e ditur ku do ta çojë babai, i cili a kishte përgatitur gropën më parë, e çonte pranë gropës, e hidhte dhe e mbulonte shpejt përse gjalli. Madje kishte raste që kur gruaja bëhej gati për të lindur, e merrnin pranë një grope dhe nëse lindte vajzë menjëherë hidhej në grop.
kurse nëse linte djalë e dërgonin në shtëpi. Tregohet që njeri, derisa po e groposte vajzën e tij, ai pastronte mjekrën e cila ishte pluhurosur nga rëra. Megjithatë, ai vazhdoi derisa e varrosi për së gjalli. Gjendjen e këtyre njerëzve derisa i lindte vajzë ne përshkruan Kur'ani, ku thotë: kur ndonjëri prej tyre lajmërohet me lindjen vajzë, fytyra e tij prishet dhe bëhet plot mlef. Fshihet prej njerëzve për shkak të asaj të keqe me cilën u lajmërua. E konsideron bela e jo dhurat prej Zotit. Mandej mendon, a do ta mbaj atë ashtu i përullur, apo do ta mbuloj atë të gjallë në dhej. An-Nahl 58. Me gjithë këtë djenjë të rënduar, profeti sallallahu alaihi wasallam i transformoi këta njerëz në tjerë. Pasi u dërgua si profet, ai njëherë u thoshte shokëve të tij: kush ka 3 vajza, i edukon, i mëson dhe tregohet i mëshirshëm me ta, ka fituar xhenetin. Një nga muslimanët që me sa duket kishte 2 vajza, qohet dhe e pyet: o i dërguari i Allahut, po nëse dikush ka vetëm 2 vajza, a e arrin këtë shpërblim? Edhe sikur të ketë 2, ja kthen profeti sallallahu alaihi wasallam. Një musliman tjetër që me sa duket kishte vetëm 1 vajzë, qohet dhe i thot: o i dërguari i Allahut, po ai që ka vetëm 1 vajzë? Profeti sallallahu alaihi wasallam buzqeshi pasi tani po shitet transformimin e tyre në njerëz të tjerë. Më parë i groposnin të gjalla, kurse tani kërkonin që me anë të vajzave të fitonin xhenetin. Kurse vetë profeti sallallahu alaihi wasallam, sa herë që vinte vajza e tij Fatimeja, qohej në këmbë dhe puthte në bath. Në ditën që vdiq profeti sallallahu alaihi wasallam, Fatimeja ishte ajo që qante më shumë, pasi vetëm asaj i kishte treguar që të vdes atë ditë. Kjo ishte gjendja e botës dhe e gadishur. Mekka si qytet kishte edhe një veçori tjetër, pasi ajo ishte vend takimi i të gjithë poetëve, të cilët, siç e përmendëm, për nga rëndësia ishin të barabartë me mediat në ditët e sot. Veçori tjetër e Mekës ishte se ai ishte vend i qetë dhe i sigurt për të gjithë. Këtë përmend edhe Zoti në Kur'an, ku thotë: a nuk e kanë vëretur ata se ne e kemi bërë vendin e shenjtë Mekën të sigurt, e njerëzit përreth tyre rëmbehen, plaçkiten, mbyten. El-Ankebut 67. Për shkak të rëndësisë që Mekka kishte në atë kohë, Zoti në Kur'an e quan atë me emrin nëna e qytetave. Veçori tjetër e Mekës është se aty ndodhej një lloj parlamenti që quhej për atë kohë shtëpia e takimeve, Darun Nedve. Në këtë parlament të vogël bënin pjesë kryetarët e fisëve ku vendosnin për problemet që u dinë. Nga këto që përmendëm rreth Mekës, duket që situata është e qetë dhe se profeti sallallahu alaihi wasallam do ta ketë më vështirë. Ajo që edhe më shumë e vështirësonte çështjen ishte se Qabja ishte rrethuar nga 360 idhuj, ku çdo fis arab kishte idhullin e tij. Kjo kishte ardhur si rrjedhoj e nevojës së kurejshëve për të lëvizur lirisht me karavanët e tregtisë në gjithë gadishullin, pa pasur frikë nga fiset tjera. Prandaj, kurejshët kishin nënshkruar marrëveshje me këto fise që t'i mbronin gjatë udhëtimeve tregtare. Kundrejt kësaj,
Kureshët u jepni një far autoriteti dhe pozite në çështjet fetare. Kjo duke i lejuar të vendosni një idhull të tyre si për Qabes. Idhujt në Qabe vendoseshin sipas rëndësisë së fisit që përfaqësonte çdo idhull. E gjitha kjo më tepër se çështjet fetare, siç e shohim, ishte çështja ekonomike. Kureshët me të vërtetë i adhuronin idhujt. Por shkaku që i mbronin me fanatizëm nuk ishte se ishin idhuj, por sepse me ekzistencën e këtyre idhujve siguronin lëvizje të lirë në gjithë gadishullin arabik. Nëse do pranonin që të hiqnin idhujt, kjo do të thoshte që marrëveshjet e lidhura me fiset do të prisheshin dhe nuk do të lëviznin dot të lirë në tregti. Ajo që kishte bërë shejtani ishte se çështjet e adhurimit të idhujve u kishte ndërthurur me interesa ekonomike. Nëse ata do të pranonin që idhujt as nuk të bëjnë dobi dhe as nuk të sjellin dëm, ai u kujton interesat ekonomike, me cilat u bën më të vështirë pranimin e të vërtetës. Ashtu siç e ka bërë këtë lojë me Kureshët më parë, shejtani e bën edhe me neve në ditët e sotme. Ti vendos interesat e tua në një anë dhe të drejtën në anën tjetër. Megjithëse ti e di se cila është e drejta, e di se rushfeti është haram, ai të nxjerr para syve interesat dhe dëshirën për të pasur një jetë më të mirë dhe të rehatshme. Kështu njerëzit bien brenda këtij kurthi dhe e pranojnë rushfetin. Kurani na e përshkruan përgjigjen që i dhan Kureshët profetit sallallahu alaihi wasallam rreth besimit në një Zot dhe thot: ata thanë, nëse ne ndjekim rrugën e drejtë së bashku me ty, ne me të shpejt do të jemi të dëbuar prej vendit ton. El-Qasas 57. Pra, ata e pranonin që ajo që thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam ishte e vërtetë, por problemi qëndronte tek interesat ekonomike që kishin me fiset tjera. Megjithatë, Zoti u kthen në të njëjtin ajet dhe u thot: po nuk u siguruam ne atyre një vend të shenjtë të sigurt? El-Qasas 57. Në një rast Ebu Gjehli i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: o Muhammed, a pretendon se je i dërguar? Po, ja ktheu profeti sallallahu alaihi wasallam. O Muhammed, i tha përsëri Ebu Gjehli, nëse e di që thua të vërtetën, do të ndiqja, por ti je gënjeshtar. Profeti sallallahu alaihi wasallam e dëgjoi dhe u largua. Pranë Ebu Gjehlit ishte dikush tjetër. Ebu Gjehli e pa dhe i tha: unë jam i sigurt që ai e thot të vërtetën, por familja jonë dhe ajo Abdul Mutalibit kanë qenë gjithmonë në konkurrencë. Ata sot mburen që prej tyre ka dalë një profet, po ne ku ta marrim një tillë? Kështu që çështja ishte te interesat ekonomike më shumë se sa për kushtim fetar. Prandaj, kur o vëllezër dhe motra, kur mos krahaso mes interesave dhe të drejtës dhe në fund të shohësh interesat e tu personale. Kur mos prano të kopjosh në prodhime për shkak të interesit që të kalosh. Kur mos prano të marrësh të drejtën e dikujt tjetër. Persët dhe romakët e humbën pushtetin dhe civilizimin për shkak se ju humbën të drejtat e të tjerave. Po ashtu ne muslimanët e humbën lavdinë të parave tanë kur nuk vihej drejtësia në vend. Konkluzionet që nxjerrin nga se përmendëm janë: jo inkurajimit dhe pesimizmit. E drejta dhe e vërteta duhet të jenë të shtrenjta për ne. Unë drejtohem të gjithë studentëve të shkollave dhe universiteteve. Nëse e gjithë bota shikon interesin e saj duke anashkaluar të drejtën, ju mos e bëni këtë. E drejta duhet të jetë gjëja më e shtrenjtë për ju. Le ta pyesim veten secili prej nesh: a ja vlen që të braktisim atë që është e drejtë për shkak të interesave të mia personale? Vallë,
sa herë ke peshuar mes interesave të tua dhe drejtësisë. O ju gazetar, kur mos thoni që do vazhdojmë të prodhojmë programe si ato që shohim dhe dëgjojmë çdo ditë, për shkak se e gjithë bota ecën në të njëjtën rrugë. Ku është e drejta dhe e vërteta, vallë? Pa ato të rinj që do të devijojnë dhe shthuren? Mos thuaj se me këtë ushqehem, por mendo për atë që është e drejtë. E tillë ishte gjendja e gadishullit arabik kur u dërgua profeti sallallahu alaihi wasallam. Dominonte errësira dhe padrejtësia. Vallë, si do të fillonte dhe si do e ndryshonte këtë gjendje? Me gjithë gjendjen e rëndë që dominonte, profeti sallallahu alaihi wasallam pa që kishte 3 gjëra të cilat mund të shfrytëzonte dhe pikat e dobta t'i kthente në pikë force. Shumë njerëz në një gjendje të tillë do e mbyllnin këtë kapitull, duke thënë që është e pavlerë dhe e padobishme që të lodhemi, pasi asgjë nuk do të ndryshojë. Por profeti sallallahu alaihi wasallam kërkonte gjëra të veçanta dhe raste që mund t'i shërbejnë. Një nga këto 3 veçori ishte se Qabja, siç tham, ishte rrethuar nga 360 idhuj dhe vizitohej nga gjithë fiset e gadishullit arabik. Kështu që profeti sallallahu alaihi wasallam mund të takohej me këto fise gjatë sezonit të haxhit dhe të flasë rreth Zotit. Në artin e administrimit është diçka që duhet vetë analizë, ku njeriu shkruan pikat e fuqisë dhe pikat e dobësisë, dhe si t'i kthej pikat e dobësisë në pikë force. Të njëjtën gjë e veproi edhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Më parë përmendëm që nga profeti sallallahu alaihi wasallam do të mësosh gjithçka. Dhe ja, tani po mësojmë artin e administrimit. Në çfarë do lloj posti të jesh, ministër, drejtues kompanie e kështu me radhë, do të kesh nevojë të bësh diçka të tillë. Mënyra se si i shihte profeti sallallahu alaihi wasallam gjërat ishte tepër e veçantë. Në këtë rast, për shembull, dikush tjetër mund të ngulte këmbë që sezoni i haxhit nuk mund të shfrytëzojë për mirë, për shkak se të gjithë ata njerëz nuk vinin vetëm për të adhuruar idhujt. Kështu që diçka e tillë nuk mund të jetë rasti i mirë. Gjëja e dytë pozitive ishte se gjuha dominuese në gjithë gadishullin arabik ishte gjuha që flisnin kurajshët, arabishtja. Kështu, profeti sallallahu alaihi wasallam do ta shfrytëzonte këtë rast ku të gjithë njerëzit mund ta kuptonin. Veçoria e tretë ishte se arabët ishin të pavarur. Gadishulli arabik nuk ishte pushtuar asnjëherë deri atëherë dhe arabët gjithë jetën kishin jetuar të lirë, jo të varur nga dikush tjetër. Ata nuk e kishin shijuar përbuzjen dhe nështrimin, i cili kur nuk mund të sjellë zhvillim dhe qytetërim. Ishte ky shkak që arabët ishin trima dhe bujar, pasi kishin qenë të lirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam do të përqendrohej shumë në këtë pikë, pasi njeriu i lirë dhe jo i nënshtruar, ai mund të ndërtojë dhe prodhojë civilizim. Njeriu i lirë dhe i pavarur, vetëm ai mund të përcjellë mesazh. Ai që nuk e ka shijuar lirinë, dhe gjithë jetës do të jetë i lëkundur dhe jo serios. Nëse duam të zhvillojmë vendet tona, duhet që t'ua mësojmë fëmijëve lirinë. Ua mësoni se çfarë është të jesh krenar dhe të vlerësosh veten. Edukoje fëmijën tënd të jetë i lirë dhe me personalitet. Edukoje që të ketë mendimet dhe idetë e tij. Arabët në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin të tillë. Për këtë prej tyre dolën burra si Amari, Bilali, Omeri, Ebu Bekri. Kjo për shkak se ata ishin të lirë. Edhe ne duam që fëmijët tanë të edukohen të tillë. Për këtë
studimi i historisë së profetit sallallahu alaihi wasallam është shumë e rëndësishme. Ne nuk po tregojmë hadithe dhe ngjarje që i kanë ndodhur profetit sallallahu alaihi wasallam, por po prekim nervin e këtyre ngjarjeve dhe thelbin e tyre. Le të shohim se si profeti sallallahu alaihi wasallam i edukonte dhe fëmijët jenë të lirë dhe krenar me veten e tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte një ditë i ulur dhe rreth tij ishin të ulur shokët e tij. Në krahun e djathtë të profetit sallallahu alaihi wasallam ishte ulur një djalë 10 vjeçar. Në qenë se ishin të etur, dikush solli një enë me ujë dhe ia dha profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam e mori enën dhe me që ishte traditë që të fillonte nga e djathta, duhej në fillim të jepte të pi djalit të 10 vjeçar. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti djalin: "A më lejon që fillimisht të filloj me më të mëdhenjt?" Djali ja ktheu: "Jo. Pjesën që më takon prej teje nuk ja jap tjetër kujt." Profeti sallallahu alaihi wasallam shikon drejt burrave të tjerë dhe u thot: "Kjo është e drejta e tij, kështu që me të do të filloj." A e shikon se si edukonte dhe nxirrte personat e veçantë profeti sallallahu alaihi wasallam? Kurse ne sot sillemi sikur fëmijët nuk ekzistojnë në shtëpi. Fëmijët tanë po t'i pyes dikush në këtë formë, nuk do din të përgjigjen, do të vijë turp dhe do të ulin kokën. Nëse duam që vendet tona të zhvillohen, brezat e ardhshëm duhet të edukohen në këtë formë. Njëherë derisa Omer radiallahu anhu po kalonte në rrugë, diku aty pranë ishin ca fëmijë që po luanin me njëri tjetrin. Sa e pan fëmijët Omerin, ja mbatën me vrap nga frika, përveç njërit prej tyre. Ai ishte Abdullah ibn Zuberi, që qëndroi në këmbë pa lëvizur. Omeri e pa dhe i tha: "Po ti, përse nuk jam mbathe si shokët e tu?" Ai ja ktheu: "Rruga nuk është e ngushtë që të bëj vend të kalosh dhe nuk kam bërë gjë të keqe që të kem frikë." Omeri e pa dhe tha: "Ky do të bëhet dikush." Dhe me të vërtet, ai u bë halife i muslimanëve. Ashtu siç përmendëm më parë, që t'i themi jo inkurajimit dhe të luftojmë për të drejtën, do të themi konkluzionin e tretë që është krenaria me veten. Nuk ka zhvillim pa u ndjer krenar më parë. Kështu i shfrytëzoi profeti sallallahu alaihi wasallam këto tre mundësi. Nëse dëshiron të kesh sukses në punën tënde, bëj atë që bëri profeti sallallahu alaihi wasallam. Caktoj dobësitë dhe forcat e tua dhe shfrytëzo aftësitë e tua. O njerëz, nëse dëshironi të mësoni moralet e larta, ato i gjeni te profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse dëshironi të mësoni artin e administrimit, e gjeni te profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse dëshironi të mësoni si edukohen fëmijët, e gjeni te profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Emri i tij ishte Muhammed, dhe këtë emër ja vuri vetë gjyshi i tij. Kur lindi profeti sallallahu alaihi wasallam, gjyshi i tij ftoi parin e kurejshëve në një drekë. Pasi hëngrën, të ftuarit e pyetën se çfarë emri do t'i vinin. Ai u tha se do e quaj Muhammed. Kur dëgjuan këtë, ata filluan të shikonin njëri tjetrin. Më pas e pyetën: "Çfarë është ky emër i habitshëm dhe përse nuk i ke lënë emrat e baballarëve tanë?" Deri atëherë asnjëri në Mekë nuk quaj me emrin Muhammed. Gjyshi i tij u ktheu një përgjigje sikur të ishte frymëzuar nga Zoti dhe u tha: "Unë dua që të lavdrohet në tokë nga banorët e tokës dhe të lavdrohet në qiell nga banorët e qiellit." Kuptimi i emrit Muhammed është i falënderuar.
pasi ai falënderohet nga njerëzit për shkak të veprave të mira që vepron. Emri tjetër me cilën njihet profeti sallallahu alaihi wasallam është dhe Ahmed. Emri Ahmed në arabisht është shkallë sipërore dhe do të thotë më i lavdruari. Kjo pasi nuk e ka lavdruar dhe falënderuar Zotin njëri siç e ka lavdruar profeti Muhammed. Diçka tjetër të habitshme e shohim edhe në Ungjil, ku ai quhet me emrin Ahmed. Shkaku që quhet Muhammed dhe jo Ahmed në Ungjil është se ai falenderon Zotin fillimisht, pastaj e falenderojnë atë njerëzit. Kështu ai quhet Ahmed për shkak se lavdron dhe falenderon Zotin, dhe quhet Muhammed për shkak se njerëzit e falenderojnë atë. Emri i tij ka të bëjë dhe me cilësitë e atij që është i gatshëm të ofrojë njerëzimit qytetërim. Ai nuk mund të jetë i ashpër dhe i vrrullshëm. Ashtu si shohim sot shumë të rinj të cilët sapo dëgjojnë diçka jo të mirë, acarohen dhe nuk dinë ç'të bëjnë. Jo. Personaliteti i atij që do zhvillimin dhe ndërton civilizim nuk mund të jetë i tillë. Që të jesh i lavdruar, duhet të jesh i qetë dhe i sigurt në vetvete. Kështu që ai që dëshiron të ndërtojë civilizim, duhet që të ketë personalitet si të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Shumë njerëz, sidomos sportdashësit, po ti pyesësh për emrat e plotë të lojtarëve më të shquar, të përgjigjen me njëherë. Po emrin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam vallë, sa prej nesh e din të plot? Emri i tij plot është Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Qilab ibn Murre ibn Qab ibn Luay ibn Ghalib ibn Fihr. Fihri ishte paraardhësi i gjithë fisit Quraysh. Babai i Fihrit është nga fëmijët e Ismailit alayhis salam, djalët të Ibrahimit alayhis salam. Kurse familja e profetit sallallahu alaihi wasallam, gjyshi i tij i madh ishte Qusay. Ai ishte personi që arriti të mbajë të bashkuar Qurayshët. Fjala Quraysh vjen nga tekarrush, që të thot bashkim. Dhe ai që i kishte mbajtur të bashkuar ishte një nga gjyshurit e profetit sallallahu alaihi wasallam. Qusay gjithashtu është ai që themeloi shtëpinë e takimeve, Darun Nedve. Është ai që i ngrumbëlloi Qurayshët nën flamurin e tij. Një paraardhës tjetër i profetit sallallahu alaihi wasallam është dhe Hashimi. Ai arriti të lidh aleanca me persët dhe romakët, me qëllim që Qurayshët të ishin ata që lidhnin tregtinë mes dy perandorive. Gjithashtu ai lidhi aleanca me gjitha fiset e tjera arabe. Një paraardhës tjetër i profetit sallallahu alaihi wasallam ishte edhe Abdul Muttalibi, gjyshi i tij. Ai është personi që zbuloi vendodhjen e pusit Zemzem, me qëllim që të furnizojë me ujë të gjithë arabët. Kështu, familja dhe paraardhësit e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin të gjithë lider. Por të mos harrojmë një karakteristikë tjetër të familjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, e cila është se kjo familje kurrë nuk kishin qenë të pasur, por gjithmonë të varfër. Tani, po të vërejmë me kujdes familjen nga erdhi profetit sallallahu alaihi wasallam, do të vërejmë që erdhi nga një familje që kishte në traditë të qenit lider dhe human, por jo të pasur. Kështu, profeti sallallahu alaihi wasallam erdhi nga një familje e mesme, mes liderëve jo të pasur dhe mes një rrethi tjetër të pasur, por jo lider. Zoti kishte përgatitur mbar botën për ardhin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte përgatitur gadishullin arabik për ardhin e tij.
kishte përgatitur familjen e tij dhe kishte përgatitur edhe vetë emrin e tij. Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam doli nga një familje as e varfër në kulm dhe as e pasur në kulm, as nga një familje ulët dhe as nga një familje aristokratësh. Ne thamë që familja e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ishin të pasur. Ata që ishin të pasur nga familja e tij ishte një deg tjetër e fisit që ishin Beni Umeje, pjesëtar i së cilëve ishte edhe Ebu Sufjani. Prandaj, familja e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ajo e Ebu Umeje ishin gjithmonë në konkurrencë. Beni Umeje ishin të pasur, por nuk ishin të respektuar në Mekë. Kjo, pasi Benu Abdul Muttalib gjithmonë ndihmonin njerëzit, hapnin puse për të furnizuar të tjerët e kështu me radhë. Konkluzioni me cilin dalim nga këto që tham janë fjalët të cilat u adretojmë kujdo që vjen nga paraardhës të shquar, por që nuk kanë pasuri. Kur mos i braktisni vlerat tuaja. Ne shohim që shtresa e mesme të shoqërisë është drejt shkatërimit. O ju doktor dhe inxhinier, o ju që ushqeheni me ato pak të ardhura që keni, o ju shtresa e mesme e shoqërisë që vini nga familje me taban dhe tradit, kur mos ndjeni mangësi për shkak se nuk jeni të pasur. Vetë profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i tillë, kështu që krenohu që edhe ti je në një nivel me profetin sallallahu alaihi wasallam. Kurse të pasurve u themi që të mos bëhen si Benu Umeje, të cilët jetonin vetëm për vete dhe nuk i shërbenin shoqërisë. Nëse do t'i shërbeni shoqërisë ku jetoni, do të arrini shpërblimin e të pasurve që e falenderojnë Zotin. Gjyshi i profetit sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalibi, ka një histori shumë të habishme. Kur Ebreha shkoi të sulmoj Mekën me qëllim që të shkatrojë Kaben, gjëja e parë që bëri është se konfiskoi pasuritë e njerëzve. Asnjë prej kurejshëve nuk vajti dot tek ai përveç gjyshit të profetit sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalibit. Ai i kërkoi që t'i kthej devet që i kishte marrë më pa. Ebrea filloi të qesh me të madhe kur e dëgjoi dhe i tha: "Unë mendova se ke ardhur të më lutesh për Kaben, kurse ti vjen dhe më kërkon bagtit." Abdul Muttalibi ja ktheu: "Unë jam pronar i deveve, kurse Qabja ka pronarin dhe Zotin e saj që e mbron. Ti kur nuk mund të shkatërosh atë." Me këtë, ai ishte i vetmi që qëndroi para Ebrehas. Mbi rrethin ku u lind profeti sallallahu alaihi wasallam ka diçka të habitshme. Allah i Madhërisht në Kur'an për këtë thot: "Juve ju erdhi i dërguar nga lloji juaj." Et-Tobe 128. Nga mesi juaj do thot nga njëta shoqëri dhe njerëz. Po të shohim profeti sallallahu alaihi wasallam kishte lidhje farafisnore me gjithë arabët. Le ta sqarojmë këtë pikë më shumë. Gjyshi i tij Kenan ishte me prejardhje nga Jemeni. Gjyshi i tij Ibrahimi alayhis salam ishte nga Iraku. Dhe gjyshi e tij Haxheria ishte nga Egjipti. Vetë profeti sallallahu alaihi wasallam ishte nga Mekë, por jetoi në Medinë. Gjithashtu në Medinë ai kishte edhe dajellarët. Gjyshi i tij Hashimi është varrosur në Gaza, saqë edhe sot njihet me emrin Gaza e Hashimit. Nipërit e tij jetuan në Jordan dhe Arabin perëndimor. Ummu Ejmen, një nga gjithdhënëset e tij, ishte nga Sudani, kurse Halime El Sadije, gjithdhënësja e parë, ishte nga Shkretia. Në vendi që mbeti pa u përmendur,
me cilin nuk kishte lidhje profeti sallallahu alaihi wasallam është Shami. Por është e rëndësishme që profeti sallallahu alaihi wasallam bëri me shenjë drejt Shamit dhe tha: ata do të jenë në front të luftës deri në ditën e Kiametit. Gjithashtu, nëna e profetit sallallahu alaihi wasallam derisa po e linte, shikon një dritë e cila arrinte deri në Sham. Profeti sallallahu alaihi wasallam u lind mëngjesin e ditës së hënë me 12 Rabiul Awal, që korrespondon 20 prill të vitit 570. Lindja e tij ishte 50 ditë para ndodhisë kur Zoti e shkatërroi ushtrinë e Ebrehas. Ebreha kishte ardhur me ushtrinë e tij dhe elefantin për të shkatruar Ka'ben. Ai ndodhi në mes të maleve të Mekës, i gatshëm për të shkatruar Ka'ben, dhe askush nuk ndodhi përballë tij për ta penguar. Në këtë kohë Zoti dërgon zogj me emrin e Babil. Çdo zog mbante në sqepin e tij nga një gur të vogël, të cilin e hidhnin sipër ushtrisë së Ebrehas. Çdo gur vinte mbi ushtarët e tij duke i djegur trupin. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me poseduesit e elefantit? A nuk u bëri përpjekjen e tyre të dështuar? Dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf dhe i gjuanin ata me gur nga baltë e gurëzuar. Dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar. El-Fil 1:5. Vetë Allahu e kishte caktuar që profeti sallallahu alaihi wasallam të lind në të njëjtin vit kur u shkatrua ushtria e Ebrehas. Kjo bëhej pasi Kureshët interesat e tyre ekonomike i kishin të lidhur me idhujt e vendosur rreth Ka'bes, dhe për këtë i madhëronin ata. Kurse kur ndodhi ngjarja e elefantit, Kureshët e transmetuan ashtu siç ndodhi, pasi e pan me sytë e tyre se si ndodhi dhe u ndikuan prej saj. Ata nuk thoshin dot se këtë e bën idhujt e tyre Lat dhe Uza, por thonin që Zoti është ai që e mbrojti Ka'ben. Kështu që kur lindi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe gjatë kohës që ishte fëmijë, tregohej kjo histori nga të gjithë. Imagjinojeni profetin sallallahu alaihi wasallam në moshën 5-6 vjeçare. Imagjinojeni profetin sallallahu alaihi wasallam në moshën 5-6 vjeçare, derisa nëna e tij Eminaja i tregonte që ishte vetë Zoti i Madhërisëm, ai që dërgoi zogj që shkatëruan Ebrehan dhe ushtrinë e tij, dhe se gjyshi i tij i vetmi që kishte vajtur tek Ebreha për t'i kërkuar bagëtitë e tij. Imagjinojeni profetin sallallahu alaihi wasallam dhe pyetjet që i lindnin rreth rolit të idhujve rreth Ka'bes, në një kohë kur ishte Zoti ai që e kishte shkatëruar Ebrehan. Që atëherë kuptonte që këta idhuj nuk ishin gjë tjetër veç se falsifikimi i realitetit. Psikologët pohojnë që realitetet zën vend në mendjen e fëmijës deri në moshën 6 vjeçare. Për këtë, u tregoni aty realitetin dhe të vërtetën me qëllim që të jenë të suksesshëm. A e kuptoni tani se përse Zoti zgjodhi këtë vit, vitin e lindjes së profetit sallallahu alaihi wasallam? Ishte kjo e vërtet që zuri vend në mendjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Sa që kur u rrit dhe para se të bëhet profet, i shkoi dikush derisa shiste dhe blinte dhe i tha: a betohesh në Lat dhe Uzan? Profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu: nuk i njoh për zota që të betohem në ta. Këtë e dinte nga ngjarja e elefantit. Vetë sa përmendëm, ngjarja e elefantit ka dhe një tregues tjetër të veçantë. Ajo tregon që ngjarjet e mëdha
që tronditin vendin bëjnë që të dalin më pas njerëz genial. Unë u them të rinjve që kjo kohë në të cilën jetojmë është koha e shfatjes së njerëzve të mëdhenj. Kjo pasi që nga 11 shtatori 2001 dhe deri tani po jetojmë ngjarje shumë të mëdha. Profeti sallallahu alejhi ve sellem doli pas ngjarjes së elefantit, pasi ishte koha që shfaqeshin njerëzit e mëdhenj. Unë përsëris dhe them që kjo kohë është kohë e shfaqjes së njerëzve të mëdhenj, prandaj duhet të përgatitemi. Nuk do të jenë të mëdhenj që do të shkatrojnë tokën, që do të vrasin kudo shkelin, por do të jenë të mëdhenj që e mëshirojnë këtë tokë. Do të jenë të mëdhenj që i kthejnë tokës paqen që i mungon. Ky është civilizimi të cilin synojmë të arrijmë. Ajo që mbeti pa përmendur nga lindja e profetit sallallahu alejhi ve sellem është se lindja e tij ishte shumë e zakonshme. Thjesht ishte një nën shtatzan që lindi një fëmijë. Pra nuk ishte mrekulli në këtë mes. Nuk ishte si lindja e Isait alayhis salam. Lindja e Isait alayhis salam ishte një mrekulli. Po kështu mrekulli ishte edhe lindja e Musait alayhis salam, pasi u hodh i porsa lindur në lum. Kurse lindja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte më se normale dhe e zakonshme. A nuk do të ishte më mirë që të ndodhnin gjëra të pazakonshme dhe mrekulli? Por jo. Mrekullia e fundit që ndodhte ishte ajo e shkatërimit të ushtrisë e brehas. Më pas nuk do të ketë më mrekulli në historinë e njerëzimit. E gjithë kjo për shkak se koha e mrekullive kishte kaluar. Tani ishte koha e planifikimit dhe derdhjes së djersës. Për këtë, fjalët e para që i shpallën profetit sallallahu alejhi wasallam ishin: lexo. Tani planifikoni dhe përpiquni, se Zoti është me ju dhe se mrekulli nuk do të ketë më. Tani profeti nuk mund të kishte shkop magjik si ai i Musait alayhis salam, as ani i shpëtimi si ajo e Nuhut alayhis salam. Mrekullia e fesë së tij do të ishte te ndjekësit e saj. Mrekullia do të jesh ti o musliman që i dëgjon këto fjalë. Mrekullia do të jenë ata burra dhe ato gra që besojnë thellësisht në Zot, që vendosin të përmirësojnë jetën në tokë dhe jetojnë për të arritur këtë qëllim. Prandaj, lindja e tij nuk ishte mrekulli. Është për të habitur me disa njerëz, të cilët nga dashuria për profetin sallallahu alaihi wasallam, kur festojnë ditëlindjen e tij, në këto raste thonë gjëra që nuk kanë ndodhur në të vërtetë. Për shembull, thonë që vitin që lindi profeti sallallahu alaihi wasallam, të gjithë gratë shtatzëna lindën djem. Përveç se nuk është e vërtetë. Kë bie në kundërshtim me vendin që zë gruaja në Islam. Disa tjerë thonë që ditën që lindi profeti sallallahu alaihi wasallam erdhi Meriemja, nëna e Isait alayhis salam, dhe Asia për ta ndihmuar nënën e profetit sallallahu alaihi wasallam gjatë lindjes. Të gjitha këto nuk janë të vërteta. Sigurisht që ne e duam profetin sallallahu alaihi wasallam, e respektojmë dhe e lavdrojmë, por lindja e tij nuk u shoqërua me asnjë mrekulli. Lindja e tij ishte shumë normale dhe e zakonshme. Kjo me qëllim që ne të kemi mundësi ta ndjekim dhe të jetë për ne shembulli më i mirë për të ndjekur. Pyetja që lind nga këto që tham rreth mrekullive është: nëse themi që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka pasur mrekulli, atëherë a nuk konsiderohet mrekulli nata e Isra dhe Mirajit, po ndarja e hënës? Është e vërtetë që profeti sallallahu alaihi wasallam i ndodhën mrekulli, por ishin mrekulli të cilat nuk i ndryshonin ngjarjet dhe rrjedhën e historisë. Nuk ishin mrekulli që shkaktonin një fitore vendimtare. Nuk ishin mrekulli si shkopi i Musait që hapte detin dhe kalonte Musai me popullin e tij. Nuk ishte mrekulli e cila zhdukte brehan me ushtrinë e tij dhe të gjithë besimtarët. Të gjitha mrekulli që i ndodhën profetit sallallahu alaihi wasallam ishin mrekulli për të dhënë kuraj dhe fort besimtarëve.
Israja dhe Miraxhi i ndodhi profetit sallallahu alaihi wasallam për të dhënë kuraj nga ajo që i ndodhi në Taif. Ndarja e hënës i ndodhi për të vërtetuar që ai është i dërguar prej Zotit. Por ato nuk ishin mrekulli që ndryshonin situatën dhe gjendjen. Gjendja dhe situata do të ndryshonin vetëm me përpjekjet e besimtarëve. Ata ishin mrekullia e vetme e profetit sallallahu alaihi wasallam. Me këto që themi, ne nuk duam që të mohojmë mrekullitë e ndodhura. Këtë e themi me qëllim që të jemi optimistë dhe të ndjekim përvojën e profetit sallallahu alaihi wasallam, me qëllim që të mos thot dikush që ai ka qenë i dërguar i Zotit dhe i shpallej Kurani, kurse neve nuk na shpallej gjë dhe nuk na ndodhin mrekulli. Kështu ne duhet të vazhdojmë të jetojmë në gjendje që jemi. Nëse do të ishte e pamundur të ndiqnim përvojën e profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë pse duhet ta tregojmë historinë e tij? Nëse do të ishte gjithçka mrekulli, atëherë askush nuk mund ta ndjek shembullin e tij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte profeti i fundit që do të vinte në tokë, dhe mrekullia e tij nuk do të ishte si mrekullia e Musait dhe Isait, e cila përfundoi me vdekjen e tyre. Mrekullia e këtij profeti duhet të ishte vazhdueshme, dhe mrekullia e tij ishin dhe janë ata burra dhe gra që ndjekin rrugën dhe zbatojnë këshillat e tij. Kurse shpallja hynore që ju shpall ishte metoda të cilën do të ndiqte. Autori tekstit Amr Khalid, lexoi Kenan Ismaili, ilustrimi artistik Florent Rustemi.